Përshëndetje të nderuar miq, përshëndetje të dashur ndjekës të kanalit Monitor TV. Ja ku po vim edhe ditën e sotme së bashku me mua Tirona Lilin për të ndarë ngjarjet më të fundit që po ndodhin rreth jetës së artistëve shqiptar. Këtë herë do të ndalojmë tek Gjesti, konkretisht tek babai i tij. Ju e dini shumë bukur, e kemi bërë publike që Gjesti ka vizituar fshatin e tij të lindjes, ka qenë në Pavlan, atje ku Gjesti është rritur dhe ka kaluar fëmijërinë e tij. Menjëherë pas përfundimit të këtij reality show, konkretisht pas përfundimit të After Party, e cila është realizuar nga produksioni Top Channel, ku kanë qenë të ftuar të gjithë gazetarët dhe punonjësit të këtij produksionit, Gjesti po atë natë, konkretisht do me thënë atë ditë të asaj date, ka udhëtuar për të takuar familjen e tij në fshatin Pavlan. Me dëshirën më të madhe, me kënaqësinë më të madhe për të takuar prindërit e tij, motrën e tij, gjyshërit e tij dhe për të çmallur pak me shtëpi, duke e ditur që Gjesti 6 muaj nuk e ka parë fare shtëpinë e tij. Menjëherë në një deklaratë televizive ka dalur babai i Gjestit, i cili ka treguar dhe ka pranuar të vërtetën që djali i tij ka qenë në shtëpinë, në vizitë në shtëpi, ka qëndruar shumë pak, shkaku i angazhimeve të shumta që Gjesti ka tashmë në Tiranë dhe në televizionin Top Channel. Konkretisht sonte, për të gjithë ato të cilët dëshirojnë ta ndjekin Gjestin live, është i ftuar në Portokalli, ku do të performojë një skenë qesharake që besoj që publiku do të argëtohen, por edhe në të gjitha incizimet e tjera që në fakt Gjesti është i përzgjedhur nga televizioni Top Channel. Për shumë pyetje, babai i Gjestit ka dhënë përgjigje dhe qëndrimet e tija të cilat unë dëshiroj sot t'i ndaj me ju. Pas një heshtje të gjatë dhe një pritje që ka trazuar zemrat e shumë djegësve të Big Brother VIP Albania, babai i Gjestit ka thyer më në fund heshtjen për mediat. Ky është një rrëfim i tij i parë i sinqertë dhe i ngarkuar emocionalisht pas daljes së të birit nga shtëpia më e famshme në Shqipëri. Një dalje që nuk ishte thjesht një përfundim loje, por një kthim në realitet pas muajsh izolimi, sfidash, emocionesh dhe përjetimesh që kanë lënë gjurmë tek të gjithë, sidomos tek familjarët e konkurrentëve. Babai i Gjestit tregon me buzëqeshje të përmbajtur se pas daljes, Gjesti ka bërë një vizitë menjëhershme në vendlindjen e tij, në fshatin Pavlan të Kosovës. Ishte një dëshirë e madhe e tij. E kam kuptuar që nga fjalët që thoshte brenda shtëpisë. Gjesti u shoqërua për një kohë shumë të shkurtër nga personeli Top Channel, vetëm sa për të përshëndetur tokën ku është rritur. Nuk ka asgjë më të madhe për një prind se sa të shohë fëmijën e tij të rikthehet me mall e respekt në rrënjët e veta, tha ai me emocion në zë. Por nuk munguan as pyetjet e ndjeshme, ato që lidhen me ngjarjen që trazoi opinionin publik, shuplaka e famshme e Jozit, që i dha Gjestit gjatë një situate brenda shtëpisë së Big Brotherit. I pyetur për këtë moment delikat, babai i Gjestit reagoi me maturi dhe dinjitet, duke hedhur poshtë çdo lloj spekulimi për këtë ngjarje që e lidhte me përçarjen midis shqiptarëve të Kosovës dhe atyre të Shqipërisë. Na ka prekur shumë ajo skenë, si prindër, si familje, si njerëz që e ndjeki me zemër çdo hap të tij, por dua të jem shumë i qartë, kjo nuk ka të bëjë as pak me një ndjasi mes Kosovës dhe Shqipërisë. Jozi është Jozi dhe ajo që bëri ishte një pasqyrim i kulturës së tij personale, ndërsa Gjesti ynë tregoi një kulturë të jashtëzakonshme, një qëndrueshmëri emocionale të rrallë, si u soll, si e përballoi, si nuk u përgjigj. Është ajo që na bëri më shumë krenar se kur, deklaroi ai. Babai i Gjestit ndaloi për pak, mori frymthell dhe vazhdoi me zë të sigurt. Kam parë shumë njerëz që flasin, komentojnë, paragjykojnë, por askush nuk e di sa e fortë është zemra e një prindi kur e sheh djalin e vet të duruar, të qetë, të kulturuar përballë provokimeve. Unë jam krenar për t'i mbirë. Gjesti është rritur me vlera dhe ato vlera i tregoi para gjithë popullit. Në lidhje me raportin e Gjestit me Eglin, një temë që gjithashtu ka qenë pjesë e diskutimeve të gjëra në rrjetet sociale dhe në media në Ros, babai i tij ishte i prerë por i përmbajtur. Ne si familje nuk përzihemi në zgjedhjet e tij personale. Ato janë çështje që i përkasin çiftit. Egli është një vajzë shumë e mirë, kjo është e dukshme për çdo që ka ndjekur rrugëtimin e tyre.
por në fund zemra e tij, jeta e tij është e tij dhe vendimet i merr vet, ne do të mbështesim gjithmonë pa kushte. Për ta mbyllur intervistën e tij, babai i Gjestit përcolli një mesazh të thjeshtë, por të fuqishëm për publikun shqiptar. Gjesti është djalë me vlera, me karakter dhe me shpirt të pastër. Unë dhe familja jon jemi krenar për çdo hap që ai ka bërë. Le të flasin të tjerët, ne kemi vetëm një fjalë për të, birë të dua dhe të kam gjithmonë në zemër. Një rrëfim që ngroh zemrat dhe që u jep zë prindërve që shpesh herë rinë në hije, por vuajnë, gëzojnë dhe krenohen më shumë se kushdo tjetër për rrugtimin e fëmijëve të tyre. Në fakt, këto janë fjalët e babait të Gjestit, një babai i cili nga historia që ne kemi dëgjuar brenda shtëpisë së Big Brotherit dhe konkretisht nga rrëfimet që Gjesti pati fatin ndryshe nga banorët e tjerë të rrëfehet 2 herë për jetën e tij, kemi dëgjuar fjalët më të ndjera. Kemi dëgjuar sakrificat më të mëdha që një prind mund të bëjë për familjen e tij dhe konkretisht për djalin e tij. Dhe në këtë rast dëgjuam fjalët më të bukura nga një personazh shumë i buzëqeshur. Në qoftë se do dëshironim të dinim se nga ku ka marrë Gjesti gjithë këtë energjinë, nga ku e gëzon Gjesti gjithë këtë pozitivitet, nga ku e gëzon Gjesti gjithë këtë lumturi dhe gjithë këtë buzëqeshje, do të thonim që ishte një kopja e babait të tij. Gjesti ngjasonte shumë babait në të gjitha format, në natyrën e mimikave, në humorin, në pozitivitetin, në energjinë, dhe kjo gjë do të thënë e bëri që Gjesti të jetë i preferuar te publiku. Babai i Gjestit për herë të parë ka folur për kamerat me zemër shumë krenare, me një djalë që i arriti nivelin patjetër në fshatin ku ai jeton, me një djalë që bëri veprat më të bukura, gëzoi familjen e tij, por gëzoi dhe shpirtin e vet njerë pikë së pari. Do me thënë ja kështë vënë qëllim vetes, ose do nxjerr familje nga varfëria, ose unë do plas. Dhe këtë qëllim Gjesti arriti. Do me thënë ka shumë rëndësi se çfarë qëllimi dëshirojmë ne të arrijmë në jetë dhe ku ne fokusohemi dhe sa energji ne japim në atë gjë që ne fokusohemi. Dhe kështu që Gjesti fatmirësisht i arriti këtë gjë, duke qenë gjithmonë falendërues ndaj Top Channel dhe ndaj të gjithë rrugtimit që Gjesti ka bërë. Ndërsa sa për të komentuar punën e Eglit, babai i Gjestit qëndroi shumë larg kësaj teme. Ai dha përgjigjen në qoftë se djali im është i lumtur me të dhe në qoftë se ato të dy vendosin që vërtet të kenë një rrugtim të bukur në jetë, vendosin që të bëjnë një moment të bukur në jetë me shumë dashuri dhe krenari, ne e aprovojmë çdo pot të tyre. Të paktën ky ishte qëndrimi i babait të Gjestit, edhe pse e pam shumë bukur që në momentin kur ai e përqafoi Eglin, e përqafoi me shumë buzëqeshje, e përqafoi me shumë krenari. Të paktën në fytyrën e babait të Eglit, buzëqeshja ishte e pranishme që nga fillimi i festës apo i finales së madhe që Top Channel kishte organizuar deri në fundin e saj. Ju vazhdoni të nderuar ndjekës të mi të na ndiqni me subscribe, mos harroni, është shumë e rëndësishme për ne, dhe të vazhdoni të na ndiqni për të gjitha videot dhe njëkohësisht keni mundësinë dhe të drejtën të shprehni komentet tuaja, mendimet tuaja në të gjitha ato që ne komentojmë në kanalin Monitor TV.